shkojnë gjyqtarja dhe merr në seli. E para, e dyta. Po ashtu, zonja gjyqtare di shumë mirë që zoti Rama, kur është bërë ky akt para 20 vjetësh, ka qenë thjesht kryetar bashkie. Dhe një titullar i lartë flet me unë ju e dini shumë mirë që unë jam kritikuese e Ramës gjithmonë, por gjërat kur janë kur mendoj që po. Kurse në këtë rast, pavarësisht se kam mendimin tim që klubi Partizani përzien gjithë krahët politike për interesat e ndërtuesve të ndryshëm, por në këtë rast mendoj që është përdorur politikisht nga zonja Ulliri, sepse zoti Rama ka folur me akt administrativ dhe titullarët e lartë, kur flasim me akt administrativ, ti ke aktin administrativ, nuk ka çfarë të thotë ai ty më shumë se po e thret aty, si çfarë ka ndodhur përpara 20 vjetësh. Është një blof procedurial, sepse ai nuk ka edhe ti shkon në zyrë zonja Ulliri zoti Rama nuk ka çfarë thotë, sepse ai ka folur me akt dhe ai është shpjegimi i tij. Akti administrativ që është lëshuar para 20 vjetësh, edhe nga ana historike, por edhe për anën e procedimit. Për më tepër kur SPAK-u, që ne dim shumë mirë që s'ka pasur shkrupi politik, nuk e ka çmuar ta thra zotin Rama për atë akt. Ndoshta për të njëjtën arsye që shtoni ju? Për atë akt administrativ? Sepse unë di që kanë kërkuar dhe një oficer policisë gjyqësore nga familja e Berishës Maltezi, kanë kërkuar Irena Gjokon, ka pas një listë gjatë dhe shumica e tyre nuk janë pranuar. Është pranuar zoti Rama nga familja, sepse zoti Taulant Balla është kallëzuesi, edhe i takon të jetë qytetari i parë, kurse sa për zotin Berisha... Ish drejtues klubit Partizani. Sa për zotin Berisha është qesharake dhe shëmtuar kjo eufori që ai gjithmonë kështu bën ngre një kështjellë në rër. Vetëm flasim para se shkojmë te kjo, pasi kemi dhe sikronet e Berishës sot që ishin shumë të egzaltuar. Do doja ta ndiqim pak kreun e PD-s, i cili sot zëre se ka shpallur fitoren e tij dhe shpalljen e pafajësisë nga gjykatësia e Eca Ulliri. Ta ndjekim pak. Është kërkuar me kohë thirrja e Edi Ramës, mbasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, o 10 firma, se tash do të gjajt i numroj, unë them që ai çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Ramës për ato akte. Por edhe thirrja do të jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe të vinë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama në atë aferë, po sigurisht, pa diskutim. Unë mirëpres shkoj bile, e pres, ju them bile ta afrojmë në mënyrë sepse kjo bën siç e tha Gjikondi që kam firmosur këtë, është bërë kjo leje ndërtimit të zhvillimit të mëse thash dhe kaq s'ka më zgjë. Po ti futem me ti procesin pastaj, se ndoshta juve ju kujtove, në 2006 Berisha dhe ndryshoi dhe proces një nga ndër të tjera, ndryshoi dhe formulën e KRT-s. Po, e kam dhe e la bashkin me një vot, dhe bile mbaj mend atëherë Edi Rama nuk shkonte fare në mbledhje KRT-s, ishin dy marina. Kishin të dy emra në marina ata, një Marin Biçoku dhe një marin tjetër. Dhe Marin Biçoku më kujtohet vetëm, që ishte një nga qeveria, një nga ministria dhe një nga bashkia. Sa në fund fare Rama çote shalsin. Nuk shkonte fare në mbledhje e KRT-s, çote shalsin. Pra, për ta vazhduar aty ku e la dhe e tha Brisi, e qartë, sot doktori e ka dekonspiruar vendimin e gjyqtarës, sepse e gjithë tentativa e tij për ta përqendruar mesazhin politik vetëm te Rama, te përballja e tij me Ramën, duke anashkaluar gjithë dosjen që ka përballë, prokurorinë e kështu me radhë, tregon që ai ka interesin, pra dhe shije, doktori e shef përballjen me prokurorinë ose përballjen e fatin e tij, e sheh si një lojë politike dhe thot keni për të parë spektakël kur ti je mund dhe Rama atje në ring. E trajton si tillë. Pra, dukshëm i vetmi kanal shpëtimi për të mos u marrë nesër kur të filloj gjyqi. Shpëtimi? Jo shpëtimi juridik. Unë e thash në editorial, Flokert, unë kam një tjetër dyshim, anën profesionale,
Unë ke kjo anas merem sepse Brisida dhe ju i njini më mirë të temi juristët dhe avokatët, po të letë të dyshosh që kjo gjykatëse e ka marrë tashmë në kokë vendimin e saj. Prit, shpëtimi, po pra, po du t'i japi një ndim doktori. Prandaj doktori shaj që lumtur sot. Ata them unë, doktori do t'i japi një ndim ullirit. Mos haroj, është kryeministri i parë detyrë që thirrë si dëshmitar në historinë e Shqipërisë Demokratike. Pse, kjo nder nuk ka gjë të jashtëzakonshme, jo, absolutisht. Nderi bën për të mbetur në histori. Në kontekst, po ta vendosësh kontekst, pastaj e bën për të qetësuar Berisha. Dua të them diçka Stokol. Unë mendoj se doktori, me këtë që ka nisur sot, do t'i bëjë një nder zonjën Sullirin, qofse ajo, po e paragjykojmë, e ka marrë vendim. Nderi që i bën doktori është që sot, a i të gjithë vëmendjen publike, e përqendron tek përballja e tij me Ramën. Do filloj procesi, do fillojnë të dalin provat dhe faktet, apo jo? Doktori ka pretenduar që asnjëra nga këto të mos jetë në agjendën publike të mediatike, më the tash, por të fokusohet vetëm si përballje politike e dy dinozaurëve brenda kafazit mes Ramës dhe kjo është ajo që doktori tani do të trumbetoj fort.